Detaje të rënda kanë ndalë në dritë nga vrasja me thikë e kuzhinjerit Indrit Ismailari në Tiranë nga picieri Filip Shehu. Ngjarja ndodhur në ambientet e lokalit City Lounge, ku të dy punonin. Ky i fundit ka pretenduar se viktima e bullizonte vazhdimisht, ndërsa raportohet se autori dhe viktima kanë pasur sherrje banale me njëri tjetrin. Sa ka, Shehu ka përfunduar në pranga pas vrasjes, ndërsa Ismailari, i cili u plagos rënd, e më pas ndroi jetë në spital. Njoftimi i policisë. Rreth orës 15:30 në zonën e komunës së Parisit, në ambientet e një lokali shtetasi FSH, rreth 41 vjeç, dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta ka goditur me mjet prerës shtetasin II, rreth 34 vjeç, të dy punonjës të lokalit. Shtetasi II ka humbur jetën në spital si pasojë e plagëve. Falë reagimit të menjëhershëm të shërbimeve të policisë, autori dyshuar, shtetasi FSH, është kapur dhe shoqëruar në komisariat menjëherë pas ngjarjes. Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e rrethanave dhe dokumentimin e plotë të rastit.